Të gjithë e kemi parë atë njoftimin që të bën të fërkosh syt. Range Rover Sport Full Option, tavan panoramik, viti 2017, vetëm 10.000 euro. Zemra në këto momente fillon të re fort dhe thua me vete, e gjeta. Erdhi dita edhe për mua të dukem si boss. Po pastaj hap foton e brendshme dhe kupton ku fle lepuri. Timoni është në krahun e pasagjerit. Sot do të flasim për fenomenin e makinave angleze, këto buguroshe që vinin në Shqipëri për të na ngritur mendjen, por që në fakt na kthejnë në rrezik publik numër 1 për veten, familjen dhe çdo që na del përpara në rrugë. Pse janë kaq lirë? Sepse në Angli një makinë me timon djathtas, sa po i kalon mosha 8 apo 10 vjeçare, nuk e kërkon më njeri. Aty siguracioni kushton sa gjysma e makinës dhe taksat të rrjepin të gjallë lëkurën. Tregtarët tani merrnin dikur me shporta dhe i sillnin këtu me kontenjer. Arsyetimi i blerësit shqiptar është ky, o vlla, është makinë angleze, e ka pas një zotri dhe është xham. S'ka rëndësi ku e ka timonin, mjafton që ka logon e fort, por në fakt, miqtemi, rëndësia e krahut të timonit nuk është çështje qejfi, është çështje inxhinierike dhe mbijetese. Siç thonë mekanikët tanë me humor, kjo makinë është si të veshësh xhaketën mbrapsht, duket që është mark, por nuk thehesh dot as majtas, as djathtas. Le të flasim pak për fizikën e rrugës. Imagjinoni një situatë. Jeni pas një kamioni në rrugën e vjetër Librazh Korç për të parë nëse po të vjen një makinë përballë që ta parakalosh, ju duhet nxirrni pothuajse të gjithë makinën në korsin tjetër. Ju nuk po parakaloni, ju po shkoni me këmbët tuaja drejt rrezikut në çdo metër të rrugës. Dhe të mos flasim për ato momentet komike tek trahu i autostradës apo tek parkimet e qendrave tregtare. Duhet të dalësh nga makina, të vish vërdall si i marr, të marrësh biletën dhe të futesh prapë, ndërsa ata nga pas teje i bien Boris sigur po të shajnë. Dhe tani imagjinoni pak një dasëm shqiptare. E merr Range Roverin nga Anglia, se do të dukesh si boss tek kryqëzit, dhe vjen ai momenti që ti të marrësh nusën. Nusja ulet tek vendi i saj i nderit, po ku është shoferi? Shoferi është në krahun e pasagjerit. Shumë njerëz, në fakt, për makinat angleze thonë, hajde mos se do ta morr se është lirë dhe do t'i ndroj krahun te servisi lagjes. A e dini se çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Së pari të çmontosh çdo gjë, kroskotin, pedalet, sistemin e drejtimit, madje edhe fshirëset e xhamit. Dhe së dyti, duhet të bësh arnime në instalimet elektrike. Telat duhet të zgjaten dhe të priten dhe ku ka prerje telash në një makinë moderne, ka edhe zhurma, ka lidhje të shkurtra, ka dhe sensor që nuk do të punojnë më kurrë më si më parë, dhe në fund makina jote është një Frankenstein metalik. Vlera e rishitjes bie në zero. Kush është ai budalla që do të blejë një makinë që është operuar në zemër dhe që në kthes mund t'i bllokohet timoni sepse një vid nuk është shtrënguar aq sa duhet. Miqtë mi, makina me timon anglez në Shqipëri është një kurth. Mos u gënjeni nga çmimi i ulët dhe nga logoja e madhe. Siguria juaj dhe siguria e fëmijëve tuaj vlen më shumë se sa një Range. Ju nuk mund të ngisni dot normalisht pa të dhëmbur qafa. Nëse ke 5 apo 7.000 euro, bli një makinë modeste, por me timon majtas, ashtu siç e ka bërë dhe fabrika për rrugët tona.
Mos u bëni bosa në jetën tuaj se asnjë logo nuk ju mbron juve në rast aksidenti. Më tregoni në komente, a keni tentuar ndonjëherë të ngisni një makinë angleze në rrugët tona, unë kurrë më parë, dhe na tregoni momentin më fani ose më të sikletshëm. A ju ka qelluar që të zbrisni nga makinat e trau i autostradës për të marrë biletën, ndërsa njerëzit i bienin borijes, dhe na shkruani historitë tuaja. Mos harroni subscribe, sepse javën që vjen do të flasim për makinën që çdo shqiptar thot janë shumë ekonomike, por mekanikët thonë janë një makt elektronik. Makinat franceze. Shihemi javën e ardhshme.